Këshilli Bashkiak i Lezhës ka hapur rrugë për zgjedhjen e kryetarëve të fshatrave, të cilët ishin numëruar më parë nga kryetari i bashkisë për shkak të mungesës së kuorumit. Vendimi u miratua me shumicë votash nga të majtët dhe të djathtët. Duke folur para këshilltarëve, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, theksoi se nuk duhet të vazhdojë me emërimin e përfaqësuesve të fshatrave, pasi krijohet kaos në menaxhimin e problematikave. Ai kërkoi marrjen e masave, që të zbatohet ligji edhe të bëhen zgjedhje nga vetë komuniteti. Unë mendoj se ka ardhur koha që ne mos të procedojmë më me as edhe një emërim të këtyre kryetarëve të fshatrave. Për arsyeën se krijohet një kaos në menaxhimin e problematikave atje. Ndoshta në një emërim joni nuk shkon në harmoni me mendimet e komunitetet aty ose me ato që mendojnë me votu ato. Dhe unë nuk më shkon fare, nuk du me ditë absolutisht, po ja them publikisht, fare se i kujt partia është, e kush fiton, e kush s'fiton. As jam përzi, as merrem me ta. Këshilltarët duhet shkojnë një herë atje. As vin njerëzit, kjo është problem pastaj për të diskutuar. Nëse 2 kandidata, 3 kandidata atje nuk janë zot me mbledh njerëzit dhe me kriju korumin e nevojshëm, ky është problem pastaj që ndëhyjmë ne dhe zgjidhim me emërim. Por duhet t'i thuhet zotërisë, duhet të bëhen ato njoftime sipas ligjit, duhet të shkohen, të njoftohen shtëpi për shtëpi, duhet gjenet edhe marrëdhënia me administratorët, duhet të jetë më e ngushtë që të bëhen njoftime shtëpi për shtëpi, a vin, as vin, edhe vetë kandidatët duhet të bëjnë punë që t'i bijnë njerëzit që mendojnë se do i votojnë dhe të bëjnë shumicën. Në disa fshatra të Lezhës, kryepleqt ishin emëruar më herët nga kryetari i bashkisë për shkak të dështimit të organizimit të zgjedhjeve në këtë zonë.